Check-upi nga shërbimet që zgjidh problemet e shëndetit dhe evidentimin e sëmundjeve të fshehura. Çfarë duhet të ndryshojë është fasha e moshës. Mjeku i njohur Theodori Muço tashmë në qendrën shëndetësore armene cilëson kryerjen e check-upit një domosdoshmëri dhe një zgjidhje për grup moshat që prek, por ajo çfarë duhet të ndryshojë është padyshim që kjo fashë të prek edhe moshat mbi 70 vjeç. Është e domosdoshme dhe themelore që ajo fasha e 35-70 duhet të kap edhe një kategori tjetër të moshës së tretë ose të në bazë të moshës 70 vjeç që themi neve, e cila duhet që të jetë maksimumi, minimumi deri 75 vjeç. Sepse kjo fash është si të thuash ndihmese madhe në lidhje me ato grup mosha të cilat kanë kaluar 70 vjeç dhe nuk kanë mundësi që këto ekzaminime optojnë t'i bëjnë në për qendra shërbime diagnostike në vendet e tjera. Kështu që del si detyrë e rëndësishme programore, jo vetëm në qendrën tonë, po e shtrirë kjo në të gjithë vendin, që fasha duhet të rritet në mënyrë të padiskutueshme. Mjeku Theodori Muço ndal edhe tek shërbimi që ofron kjo qendër shëndetësore, që prek një zonë shumë të gjerë dhe ofron shërbim për disa fshatra, duke patur në varësi të gjitha qendrat e tjera shëndetësore në këto zona. Qendra shëndetësore armene është një qendër e mirë disiplinuar, e pajisur me të gjitha nevojat që mbulon shërbimi shëndetësor në Armen. Përbëhet nga 7 ambulanca periferike, të cilat janë të shpërndara në për fshatrat përkatës, duke filluar që nga Maromsi, Karbunari, Mesharaku, Lubonj, Picare dhe Armeni. Në çdo ambulancë ka personel përkatës, të cilët shërbejnë komunitetit në bazë të një programi të caktuar, duke patur prioritet moshën e tretë, të sëmurët kronik, të sëmurët me aftësi të kufizuar, të sëmurët që nuk lëvizin, duke u bërë shërbime më shumë në banesë. Doktor, check-upi zhvillohet në qendrën tonë? Po. Dhe sa i rëndësishëm është për grup moshat? Atëre është një pyetje me shumë vlerë, vendosja e check-upit në rang kombëtar, po flasim për qendrën shëndetësore tonën, i ka dhënë një zhvillim të ri hapësirave të nevojshme për të diagnostikuar ato sëmundje të cilat ishin të panjohura më përpara. Flasim këtu për disa kategori problematikash të cilat janë shumë të rëndësishme dhe për të vlerësuar. Programi check-upit ka vënë evidencë njësër problematikash të cilat më përpara komuniteti nuk kishte mundësi t'i bënte. Kështu që nëpërmjet programit të check-upit ne kemi arritur të vlerësojmë shumë probleme të cilat më përpara nuk njiheshin. Marrim sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet endokrine, çrregullimet indyrore, ose ato që ne i quajmë dislipidemit, sëmundjet e veshkave, të mulçisë dhe një program i tërë i cili ka vënë në një shërbim të mirëfillt të shumë patologji të cilat më përpara nuk njiheshin nga shërbimi shëndetësor. Kështu që programi check-upit është një ndihmës shumë e madhe për vlerësimin e gjendjes së komunitetit, popullatës,
sidomos të grup moshave 35-70 vjeç, të cilët janë të kartelizuar ato problematika që dalin nga analizat e check-upit, jo vetëm që diagnostikon, dispансerizohen, huapen kartelat dhe trajtohen simbas problematikave. Qendra shëndetësore armene ofron dhjetra shërbime të ndryshme, ndërsa check-upi mbetet një nga shërbimet kryesore dhe shumë të rëndësishme.